Me fitoren ndaj Erzenit në ndeshjen e luajtur të shtunën në Lezhë, Beslidhja vijon të kryesoj kampionatin me 33 pikë. Në përfundim të takimit, i cili u mbyll me rezultatin 2-0, trajneri i Beslidhjes Elvis Plori u shpreh i kënaqur me lojën e skuadrës që ai drejton. Sipas tij, ekipi është në rrugën e duhur për të arritur objektivin, ngjitjen në kategorinë e parë. Jam i gëzuar për 3 pikë. Kuptohet në këtë situatë si ndodhemi ne, pra duhet rrit vendin e parë. Shfrytzuam mirë pjesën e parë, shënuam 2 gola, patëm 2 rastet e tjera, por gjithsesi jam i kënaqur me 45 minutat e para. E vetmja gjë e cila mund të them ku nuk më pëlqej ishte sepse disa dy luftime të cilat ndodhen pjesën e dytë ishin pak më të butë se sa pjesën e parë. Them që me mobilizimin e tyre dhe me impenjimin që kemi tashmë të gjithë si që nga presidenti deri në fundit, them se shpresoj duhet ta realizojmë objektivin e vet. Lagështirat e zgjatur si pasojë e rreshjeve të vazhdueshme të shiut kanë ndikuar në terrenet sportive në ndeshjet e luajtura brenda dhe jashtë vendit. Por sipas Plorit, fal punës së mjekëve të ekipit, numri i lojtarëve të dëmtuar ka qenë minimal. Unë nuk kam asnjë ankesë për sa i përket përgatitjes fizike, por edhe nga ana e dëmtimeve, mos harrojmë se jemi në një muaj i cili ka pas 3 muaj lagështina, pra terrenet kanë qenë jo në nivelin e duhur. Por gjithsesi unë duhet jemi kënaqur, kanë bërë një punë të mirë, sidomos stafi, mjekët, jam shumë i kënaqur me to, pra kemi vetëm Raboshten i cili ka probleme me pak një tërheqje të shkallës së parë, ndërsa komplet ekipin e kemi të gatshëm. Pas 3 pikëve të marra në Lezhë, ekipi lezhjan i Beslidhjes do të përbadhet me Gramshin në ndeshjen e radhës, e cila do të zhvillohet të shtunën e 21 shkurtit.